Korça ka qenë sërish në qendër të vëmendjes kulturore me organizimin e edicionit të 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Karnavaleve. Ngjarja e kthyer tashmë në një traditë mirëpritur në Korçë ka sjellë këtë vit një numër të konsiderueshëm grupesh artistike, jo vetëm nga Korça, por edhe nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Drejtoresha e Kulturës në Bashkinë e Korçës, Zamira Kita, u shpreh se ky edicion ka qenë i veçantë sipër nga pjesëmarrja, ashtu edhe nga kostumografia dhe risit që sollën grupet pjesëmarrëse. Ka shumë gëzim, shumë alegri, shumë maska, kostume, zhurmë, muzikë. Grupet janë organizuar të gjitha, kemi 6 grupe të huaja, sepse Bullgaria ka 2 grupe bashk, ndërkohë kemi Greqinë, kemi Malinezin, Maqedoninë e Veriut dhe për herë të parë në karnavale Polonia. Kemi dhe 22 grupe të Korçës që siç e pat ka rreth 60 kostume të reja që nuk janë parë herë të tjera, siç është edhe bredhi im, që nuk ka qenë ndonjëherë dhe jam përsëri me një shoqe tjetër. Jam 2 bredat e Krishtlindjes. Kisha dëshirë që bredhin që i gëzon shumë fëmijët ta paraqitim në karnavale, dhe pse jo të kthejmë vëmendjen dhe nga ruajtja e pyjeve, bredhave, e pishave, pyjeve në gjithë Shqipërinë, sepse është oksigjeni ynë. Janë 400 persona të veshur në paradë, ndërkohë që shumë publik ka jashtë. Dhe jo vetëm qytetarë të Korçës, më ka bërë përshtypje se më kanë ndaluar në rrugë edhe të huaj, edhe të tjerë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Pra e kanë zgjedhur këtë fundjavë Korçën dhe faleminderit gëzuar karnavalet. Festivali është pritur me entuziazëm nga banorët vendas, por edhe nga vizitorë e turistë të shumtë, të cilët kanë ndjekur me interes performancat e larmishme që pasqyruan tradita të ndryshme kulturore. Karnavalet jo vetëm janë entuziazmi i qytetit, që tregojnë edhe të gjitha grup moshat të vegjël si edhe të rritur, vinë këtu dhe tregojnë epoka të ndryshme, kultura të ndryshme, i tregojnë duke u bërë vetë karaktera, duke i dhënë frymë kostumeve të tyre. Pra është diçka jo vetëm që mund të shijohet nga të vegjël që presin dhe na japin dorën në rrugë, apo që bëjnë foto me ne, po mund të shijohet nga kushdo. Më duk shumë bukur dhe po e shijoj për këto 2 vjeç që do jem në gjimnaz. Nga ditët më të bukura të vitit, se janë karnavalet më të mëdha që bëhen në Shqipëri, dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e karnavalet. Më e bukur se kur. Nuk ka ku të shkoj më bukur se sa karnavalet e Korçës. Ne jemi vetë korçar edhe jetojmë në Tiranë, kështu që patjetër që traditat janë shumë bukura dhe dua t'ia përcjell të gjithë fëmijëve, kështu që u ndjem shumë mirë patjetër. Atmosferë shumë e bukur dhe u kënaqem shumë, sidomos për fëmijët. Falenderoj më shumë qytetin e Korçës, unë jam korçare, dhe Bashkinë e Korçës për çdo atmosferë që krijon çdo vit në qytetin tonë, për çdo stin të vitit. Grupet e karnavaleve kanë përshkruar bulevardin Republika për të përfunduar më pas te pazari vjetër në qytet, ku atmosfera festive arriti kulmin mes muzikës, ngjyrave dhe energjisë së pjesëmarrësve. Ky festival vazhdon të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të Korçës, duke promovuar jo vetëm artin dhe traditën, por edhe turizmin e qytetit si një destinacion i rëndësishëm kulturor, jo vetëm në Juglindje, por në të gjithë Shqipërinë.